unë duhet të sillem ndryshe. Ti mendon se ajo s'kupton? Dhe këtu ja ul vlerat pra. Unë mendoj këtë gjë, që pika më e rëndësishme që do jetë në këtë ditë, do jetë fakti që ajo mori një mesazh nga vllai. Dhe jo nga Greta. Ka gjithë kohë Greta. E ka marrë edhe nga Greta që në fillim të njëjtin mesazh. Po ka bërë asnjëherë atë që i ka thonë Greta. Dakor. Por tani ne duke qenë këtu brenda e dim që këta të dy bashk janë të fortë dhe nuk do psojnë njëri tjetrin. Dhe mesazhi për ndarje e ka vënë atë vajzën në një mëdyshe të madhe, si do të perceptojmë unë jashtë, dhe atë mbaj këtë lloj loje dhe të dobësohen. Po është dhe info nga jashtë. Për të tjera. Fare është e qëllimshme edhe infoja. Tani roli i Gretës është që në çdo lloj vendimi që ja do marr në atë lloj gjëje, veçanërisht nëse është për të qëndruar, ti duhet të jesh, mendoj unë, mbështetëse. Për këlla. Mendoj unë. Ajo, por e këtë të bëjtë sepse nuk mund ta lësh të kushtohet atë. O miro. Absolutisht. Asnjëherë nuk ama kur ka lidhje me mirë ose me banor tjerë që unë nuk i dua sepse më kanë nominuar, unë nuk kam si të shpëtoj. Si është ta mbështjell? Selinën, sepse automatikisht mbështjell. Shpëtoj tjetrin në fund ditës mua pak mbështjell e bëni me pakt. Që thotë, nëse vjen momenti për të shpëtuar, unë do të shpëtoj. Gjëja vetëm që pres nga ty është ta fjalësh diku tjetër. Po mbështjellja pra. Nuk e kalon diku tjetër, sepse Rasja, po rasja deklaroj këtë gjë. Ky është fakti. Ma premton këtë gjë? Deri në momentin që ato janë bashkë, unë nuk kam si. Greta do vazhdojnë të jenë sepse është strategji shumë e mirë loje edhe një muj pojër. Mendoj unë. Po pra, po jam me një pozitë shumë vështirë, a kupton? E di, prandaj them që ti nuk ke për të influencuar vendimin, ti je vetëm për ta mbështetur. Asaj duan ju keni pa vetë se sa rrimni. Ama ka disa momente që mua nuk më vjen mirë kur mendon në lojë më shumë për mirin se sa për mua, vetëm këtë, a kupton? Në lojë. Ajo okej që nuk do sulmoj kur, nuk do bëj gjë kur. Ama po pse ti atëherë nuk bën atë që po të këshilloj unë, sepse nuk e kam për të keq, a kupton? Ky është thelbi ku më vjen mu inat, sepse kur unë i them diçka që është për mirë, ajo nuk më dëgjon. Edhe unë normalisht që do sillem kundër. Po ku din ajo që pa ja thu për mirë pra, se kjo është Po, ai ka besimin te unë, po çfarë flet ti më? Nuk e ka pra. Besimin te ti më jam një kot tani. Absolutisht që e di që ka thënë për mirë. Çështja është që e vën në pikë pyetje, është vërtet për mirë apo jo në sensin në avantazhin tim në lojë, jo se kjo i do të keqen kurr. Ajo gjëja s'vjen diskutim që si do të keqen. Po kush e do më të mirën këto si pas? Miri? Po. Ky do. Po pyte edhe. Jo, e tha mërëm, e tha burja saj mërëm. Po jo burri erë, pyt atë po të Jo, e tha mërëm, jo. Lemër burri, pyt atë. Le që tha i më pyt atë. Po lemëm që pun kam atë unë. Atë pyt vetëm atë pse qajti. Po vllai është jashtë, o shok. Ore dha sinjal. Vllai është jashtë, o mrena kush. O shimençur. O mrena kush më le kush është i mençur thot. Ja për këto janë sinjalet e jashtë. Po dini që s'është i mençur, po është jashtë. Po kjo që është mrena. Çpuke